Autoriteti Kombëtar i Ushqimit ka njoftuar se gjatë kontrolleve të ushtruara së fundmi nga Drejtoria Rajonale Tiranë janë konstatuar dhe shkelje ligjore në një subjekt ushqimor. Inspektorët kanë bllokuar 5 ton djath guda dhe 944 kg file topule për mungesë të kuadraetikës në gjuhën shqipe. Subjekti mori gjobë dhe produktet të mbetën të bllokuara deri në rregullimin e dokumentacionit dhe etiketimit. AKU garanton opinionin publik se do të vijojë kontrolle të rigoroze në të gjithë zinxhirin ushqimor për të garantuar zbatimin e ligjit dhe informimin e saktë të konsumatorëve me qëllim mbrojtjen e shëndetit dhe interesave të tyre, thuhet në faqen zyrtare. Kujtojmë se në fillim të këtij muaji AKU bllokoi 2 ngarkesa me misër që vinin nga Serbia pasi rezultuan me aflatoksin B1 dhe në nëntor u bllokuan 25 ton misër po nga Serbia. Të shumta kanë qenë rastet kur produktet e importuara kanë rezultuar me pesticide, siç ishte rasti i pjeshkëve neshtator apo domateve. Në një rast tjetër, problematik të konstatuar, këtë vit nisi edhe aksioni kundër tregtimit të bulmetit pa faturë, ndërsa për sigurinë ushqimore u ngrit një komision për vlerësimin e inspektorëve që punojnë në AKU. Mishi i pulës me salmonel ka qenë një fenomen i përsëritur her pas here, aq sa janë raportuar helmime në qytete të ndryshme të vendit. Autoriteti Kombëtar i Ushqimit është kritikuar shpesh edhe nga kryeministri Edi Rama, ndërsa Patjon Pasholli dha dërheqjen pas vetëm 4 muajsh në postin e drejtuesit të AKU. Vendin e tij e zuri Alketa Hoxha. Viti 2025 numëron problematika në këtë fushë që në nisje që me mandarinat me pesticide, tonelatat e mishit me salmonel nga Brazili, luleshtrydhet greke apo specat dhe qumshti.